Sa i përket demografisë së fshatit Radush, bazuar në azhurnimin e të dhënave të zhvilluara në vitin 2017, është konstatuar se ky fshat ka mbi 530 shtëpi dhe mbi 2.000 banor, rezident dhe në diasporë. Fshati Radush, Buzë Lumit Vardar, shtrihet në pjesën vere perëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në pjesën jugore ka malet e vjetra të Zedenit apo malit të Etur, kurse në pjesën veriore kufizohet me Republikën e Kosovës. Fshati Radush, Buzë Lumit Vardar, shtrihet në pjesën vere perëndimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në pjesën jugore ka malet e vjetra të Zedenit apo malit të Etur, kurse në pjesën veriore kufizohet me Republikën e Kosovës.